Franca po planifikon ndërtimin e një aeroplanmbajtëse bërthamore të gjeneratës së re, të quajtur Port d'Avions de Nouvelle Generation, e cila synon të bëhet anija luftarake më e madhe e ndërtuar ndonjëherë në Europë. Sipas burimeve nga United Media, projekti pritet të miratohet në fund të vitit 2025, ndërsa ndërtimi do të nisë në fillim të viteve 2030, me hyrje në shërbim të planifikuar për vitin 2038, e ashtu quajtura PANG do të zvendësojë aeroplanmbajtësen aktuale franceze Charles de Gaulle, e cila është në shërbim që nga viti 2001. Aeroplanmbajtësi e re do të ketë një peshë prej 78.000 tonësh, gjatësi prej 310 metrash dhe gjerësi prej 85 metrash, e pajisur me 2 reaktor bërthamor të tipit K22, secili me kapacitet prodhimi prej 220 MW. PANG do të ketë aftësi të avancuara. Ajo do të përfshijë 3 sisteme elektromagnetike për lëshimin e avionëve dhe 3 sisteme të përparuara të ndalimit, të ngjashme me ato të klasës Gerald R. Ford të Marinës Amerikane. Pista e fluturimeve me sipërfaqe prej 17.000 metra shkatror do të strehojë mbi 40.000 ajrore, përfshirë avionat Rafale M, helikopterë dhe dron. Ndërkohë për vetëmbrojtje, PANG do të pajiset me 24 raketa Aster, topa Bofors 40 mm dhe sisteme Simbadr-C me raketa Mistral 3. Ndërsa PANG pritet të ndërtohet, Charles de Gaulle mund të mbetet funksionale deri në vitin 2048 për të mbuluar çdo vonesë të mundshme në projekt.